Edhe të shoqëruara me një muzikë shqiptare që s'na ndaj zemra nga dheu e nga traditat tonë, e trashëguar brez pas brezi, me gëzimin më të madh, ja u sjellim juve aty, pa dallim, pa tim, vetëm me një zemër bujare, që do të tregojmë edhe juve se pse kemi luftuar, përse jemi munduar, e çfarë arritja dheu tonë me gjithë popullin e dashur mbas shumë vjetësh sot këtë ditë. Prandaj, urdhoni dëgjoni meloditë e dhëtarëve tonë, e neve me ta bashkë, duke u sjellë muzikë e kujtime fotografike nga Melbourne që e lënë së shpejti. Shqiptari i egzaltuar që shfaqet në pamje quhet Feridon Fezollari, ndërsa vendi ku po thonë në makinë është qendra e qytetit të Melbourneit në Australi. Fezollarët ishin një familje e madhe, e mbritur aty qysh në vitin 1975, në krahët e një aventure të pamundur edhe të pabesueshme. 16 njerëz, burra, gra, fëmijë dhe pleq, ja kishin dalë mban të kalonin kufirin, duke qarë mes për mes liqenin e Ohrit, që të gjithë të hipur në një varg artizanale të sajuar me plasmas. Ju ka ikur autobusi, tani përpiquni të ndalni trenin. Rrëfejnë edhe sot në Pogradec një batut kërcënuese të Enver Hoxhës, të shqiptuar me njëherë pas ngjarjes. Sidomos për ditët e fundit që kemi dëgjuar, që atë dheu tonë arritin një demokraci të vërtetë, unë Feridoni, si që thashe më parë, nuk i kam gjithë antarët e familjes këtu, po sot jam edhe në pragun e nisjes në Australia për në ndhe, që kem bati me shkel ashtu si ka dëshiruar zemra ime nëpërmjet vojtjeve e çështjes historisë tonë. Një dekadë gjysmë pas arratisjes, fezollarët janë duke ndarë mes tyre një lajm nga ata që vinë një herë në jetë. Një lajm të mbritur nga larg, që thotë se sistemi komunist në Shqipëri është mundur dhe se kufit tashmë nuk janë vende ku mund të lesh kokën. Një lajm që thotë se ata më në fund ishin të lirë të ktheheshin në atë dheun e tyre. Shkrojta gjithë motivin tem pse po largohem nga dheu. Kurse në faqen e këtij murit këtu, e shkrojtëm me shkumës, ku thamë që nuk po largohemi nga dheu pse nuk e duam, por po largohemi nga politika. Në thelb, historia e fezollarëve është historia e pabesueshme e një mbijetese ekstreme. Banor të lagjes Goric të Pogradecit, në mesin e viteve 1970, të përballur me dyert të mbyllura të shtetit të kohës dhe të kërcënuar nga uria, atyre u kishte mbetur vetëm një zgjidhje, të iknin jashtë vendit me çfarëdo lloj çmimi, jo për një jetë më të mirë, por për të siguruar mbijetesën minimale njerëzore. Të gjithat e lashet e familjes kishin nisur për shkak të gjyshit Haki Fezollarit, një ish partizani dhe funksionari të brigadës së parë sulmuese, që kishte për komandant Mehmet Shehun, numrin 2 të pushtetit të kohës në Shqipëri. Fillimisht për shkak të meritave dhe veprimtarisë në radhët e brigadës së parë, Haki Fezollarin e kishin vendosur në krye të punëve të shtetit në zonën e Pogradecit, por më pas, gjithçka ishte shkatëruar. Por le të shohim se çfarë thon dokumentet zyrtare të kohës për Haki Fezollarin. Në një informacion të vitit 1975, përgatitur nga zëvendës ministri i Brendshëm Feçor Shehu, njëkohësisht drejtori i sigurimit të shtetit, thuhet: Haki Fezollari, burri i kushes dhe babai i të arratisurve, lindur në Goric të Pogradecit dhe banues në Australi, i datlindjes 1919, gjatë luftës nacional shqirimtare, ka mbajtur qëndrim të mirë.
Pas çlirimit, organizohet në parti. Më 1949 zhvillon veprimtari armiqësore në një rreth armiqësor. Mbi këtë bazë, tërhiqet agjent me material shtrëngues më 1 tetor 1949 dhe 2 ditë më vonë arratiset nëpërmjet kufirit toksor në Jugosllavi. Nuk dihet nëse materiali shtrëngues ka qenë jeta e fëmijëve apo e gjithë familjes, por deri më tash nga arkivat sekrete të komunizmit nuk është bërë publik ndonjë rast tjetër që të vërtetoj kaq dinjitet dhe sjellje burrërore. Haki Fezullari aratiset që të mos bëhet vegël në duart e diktaturës komuniste, që të mos detyrohet të bëjë keq të tjerëve. Ikën me kokën pas dhe mendjen tek gjithçka e shtrenjtë që kishte, te fëmijët dhe bashkëshortja. Thash po, si do i kishti, thash unë, dhe a i menton se sa veta ke këtu, ke gjyshen 96 vjetë, ke fëmijët që më 6 muaj lartë. Siç edhe pritej, telashet e familjes Fezullari nisin me njëherë pas arratisjes së krye familjarit. Vetëm me rrobat e trupit, familjarët e Hakiut, gruaja dhe 4 fëmijët ende të vegjël ngarkohen në kamion dhe dërgohen në një kamp përqendrimi në afërsi të ish institutit Qiriazi, në kodrat e Kamzës në Tiranë. Më shpunë në kampin e Valijes, Tiranë. Atje na torturonin mos o Zot, ishim 1000 shpirt me një vend. Vdisin nga 5 ditët. Si më liruan pasaj, më liruan për këtë shkak, se mos vi Hakiu t'i marrë razen. Dhe në fakt, po të besosh dokumentet sekrete të sigurimit të shtetit, të firmosura nga drejtori Feçor Shehu, ka shumë të ngjarë që Haki Fezullari të jetë kthyer në Shqipëri, qoftë vetëm e vetëm për të tentuar të marrë me vete edhe nxjerrë jashtë vendit edhe të gjithë familjen. Për kohën që ka qenë në Jugosllavi, Gaço Nika nga Korça ka deklaruar: Haki Fezullari në kohën që ishte në Jugosllavi është aktivizuar në drejtim të Pogradecit. Ndërsa i ri adhesuari tjetër, po nga Korça, Ferit Pilingji, ka deklaruar se di që Hakiu ka ardhur disa herë si diversant në Shqipëri. Pas rikthimit në Pogradec, në tetor të vitit 1952, familja Fezullari detyrohet të jetojë në haurin e shtëpisë. Qyteti nuk u ofron asnjë mundësi jetese, ndërkohë që banesa survejohej natë ditë nga policë të armatosur deri në dhëmb. Me thënë të drejtën, po kërkonim më mirë të shkonim prapë në internim, sepse atje i merrim 400 gram bukë misri, por këtu na dënuan me vdekje. Sepse jo vetëm që shtëpia ishte zënë, ishte okupuar nga shteti, ishte konfiskuar, me 2 familje, dhe një familje ishte një oficer sigurimi bashkë me familjen e tij, të cilit edhe gruas të tija i kishte dhënë automat nëse vjen Hakiu të godisi të vristi. Përfundimisht na lanë vetëm hurin ose mirë të them aty ku rrinë lopët, ku kishin ndërur lopë mbar. As vetëm kishte një derë, po absolutisht s'kishte as dritë, as dritare. Pikërisht në këtë periudhë, familja Fezullari përjeton kohët më të vështira të kaluara. Familjes së një të arratisuri nuk i jepej mundësi punësimi, qoftë të fshinte rrugët e qytetit. Familja e Feridon Fezullarit, edhe unë bashkë me te, prisnim në gropat e plirave kur ishte ushtria mbeturinat. Koskat i thyenim, ju merrnim palcën koskave, se ishim aqë fukarejnë, sa s'ka dhe nuk ndihmosh nga shteti. As ne, as Feridoni, familje Feridonit. Nuk ndihmosh. Dhe me ato gatuanim. Arrim sa edhe pecet e ushtarve, po na i ngjyenin me shtëpi me shpendra. Janë ca kokriza si boj shpendra, na i ngjyenin ato, që neve kur gjvishim në darkë pe atyre robave, na ishte bërë trupi tamam boj. Llojet e Shqipërisë njoftojnë
me zëmbjen e pikëllimin më të madh, partinë dhe gjithë popullin shqiptar, sekretari i Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik dhe sekretari i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, Josip Vissarionovich Stalini, ligjë në 5 mars në ora 9:50 të mbrëmjes pas një sëmundje të rëndë. Për fat të mirë, kjo periudhë korespondoi edhe me vdekjen e Josif Stalinit në Bashkimin Sovjetik, ardhjen e Nikita Hrushovit dhe bashkë me të edhe të një fryme më liberale. Lufta e klasave ishte zbutur si me magji në të gjitha vendet e komunizmit lindor, por rrjedhoi edhe në Shqipërinë e Enver Hoxhës. Pikërisht në këtë periudhë çajnë rrethimin dhe bien në duar të familjes edhe kartolinat dhe letrat e para të dërguara nga Australia e Largët, ku Haki Fezollari kishte shkuar qysh në vitin 1953. Pak më vonë, bashkë me letrat, kishin nisur të vinin edhe capak të holla dhe ndonjë pako me rroba dhe sende të tjera që mund të shiteshin lehtë në tregun e zi. Zhvillime që kishin nisur të zbukuronin sadopak jetën e fezullarëve. Në fund të viteve 50, Frenat e familjes i merr në duar Feridon Fezollari, djali i madh i Hakiut, 18 vjeçar. Po në këtë moshë ai njihet edhe me gruan e jetës së vet, Selvikon, me të cilën martohet pothuaj me dhunë, pasi prindrit e vajzës vjen nën presionin e sigurimit të shtetit. Ata nuk duhet t'ia jepnin vajzën djalit të një armiku të pushtetit komunist. Ishin kohra kur bashkosit e kujtojnë Feridon Fezollarin si një tip me personalitet të fortë, me të cilin nuk bëhej shaka. Ishte tip shumë i zgjuar. Tip, më mirë të thëmë, novator nga mendja. Po ti thoshte mendja që unë këtë do t'a bëja, ju e realizonte. Do t'u tregoj shpejt para gjashjetës, që ai më thot një ditë do vem, kishe 2 aure këta poshtë në katë parë, po njeri kishte emrin Auri Fellë, ky poshtë nga Barça. Dhe atje më tha, kam bërë një pistoletë, tha vetë, po do ta provoj, tha e shpon, tha, derën, dera ishte me drasa gështenje. Po mbi 3 pom të trasha, i ra, i iku, e shpovi. Pikërisht në këtë periudhë, nisin edhe idet dhe përpjekjet e para të Feridon Fezollarit të mbështetur nga E.E. Makushja për t'u larguar, apo siç thuaj në ato kohra, për t'u arratisur jashtë shtetit. Por shteti i kohës kishte pasur gjithçka nën kontroll. Madje një nga njerëzit që po i rrinin më pranë Feridonit në këto kohra, i quajtur Mersin Fezollari apo Kalivaçi, siç do të vërtetohej më pas, ishte bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Feridon Fezollari arrestohet më 18 dhjetor të vitit 1961. Akuzat zyrtare ishin tradhtim ndaj dheut dhe posedim armësh dhe municionesh luftarake. Feridonit ju afrua një person nga Pogradeci, i quajtur Mersin, djali Zyko Kalivaçit. Ai ishte i futur për Feridon të merrte vesh çfarë mendje kishte Feridoni, se Feridoni hapte furra kërqele, japte në luat të qelës, afër kufirit. Mblidhte lule, dullinja e lule të tjera afër kufirit. Kjo ra në sy dhe Feridoni po e gjurmonin. Ai këto inuati i kapi Feridoni dhe në një ditë ku edhe njerëzit po flistin që ne Mersini ka qafër në shpinë e Haki Fezollarit, apo të Feridonit. Të afërmit dhe dëshmitarët dëshmojnë se pas daljes nga burgu, Feridoni nuk është hapur të rrëfej detaje, por e vërteta thot se pas arrestimit, ai ishte sakatuar nga hetuesit dhe mbajtur në një biruc në kushte që nuk do t'i kishte pranuar as një lloj kafshe dhe jo më njeriu. Vëllai kishte 8 muaj që ishte arrestuar në atë kohë dhe e kishin imponuar se kishin mbajtur në nivelin e liçenit. Dhe sa herë që i çonim ne ushqime dhe tesha në biruc,
atje në para burgim, tesha dilin të lagura. Një natë, në orën 9 dhe mua bashkë, në thresin në qojnë në kryetari dekës. I thot nënës, kushe, ke dëshirë të shosh djalin? Po s'ka nënë, mos shoh e vlanë, i thotë. Atëresh e sjellën me duar lidhura, timlla, por aty ai ishte përfytyruar. Ishte bërë koka, ishte mbushur krejt trupi me ujë, nga mbajtja në nivelin e liqenit, mbajtja një grasi. Dhe zëri ishte ndryshuar, besap kështë arrish deri atje sa nuk kishte hekur që të nxinte këto, aq shumë ishin mbushur me ujë, sa kishin lidhur me rryp. Siç vërtetohet edhe në këtë dokument, 3 kanë qenë dëshmitarët që ligjëronin akuzat e prokurorisë ndaj Feridon Fezollarit. Mersin Fezollari apo Kalivaçi, Vaide Mimini dhe Bexhet Killo. Por cilat ishin dëshmit autentike që dërguan në burg për tradhtim ndaj dheut Feridon Fezollarin? Mersin Kalivaçi, njeriu që hiqej si mik i Feridonit, ka dëshmuar: Bisedime për aratisje Feridoni më ka bërë edhe herë të tjera. Më kujtohet një rast në muajin korrik të vjetit 1961, kur ishim në shtëpinë e tij. Feridoni e bisedoi këtë edhe në prezencën e së emës, Kushes, duke më thënë që të aratisemi. Ema e Feridonit, Kushja, në këtë rast shtoi dhe tha se në rast se juve keni vendosur që të aratiseni, ne veshesim shtëpinë dhe 50.000 lek nga këto të holla ja japim atij personit të Bratomirës, emrin e të cilit nuk e tregoj, i cili kaloi përtej kufirit në Jugosllavi, baban tënd. Por edhe dëshmitarja tjetër, Vaide Mimini, ka qenë në të njëjtën linjë me Mersin Kalivaçin. Paradarki ka ardhur tek Feridoni dhe i biri i Zyko Kalivaçit, i quajtur Mersin Kalivaçi. Në këtë mbrëmje Feridoni haptazi bisedonte për arratisjen jashtë shtetit dhe pa kënaqësire të tjera që kishin kundrejt pushtetit. Pasi u largua Mersini, atëherë Feridoni më tha mua që ta ndihmoja për të ardhur në Blac dhe prej andej t'i tregoja për kalimin e kufirit. Për këtë ndihmë, Feridoni tha se japin 50.000 lek. Fati i mëtejm i Feridon Fezollarit është vulosur edhe nga dëshmitari i tretë. Bexhet Killo deklaroi se i pandehuri i dërgoi lajmet nëpërmjet motrës së tij që është e martuar në Alarup dhe sipas këtij lajmtari, dëshmitari erdhi në Pogradec, aty ku ju kërkua nga ana e Feridonit që të ndihmojë për t'u arratisur jashtë shtetit me të gjithë familjen dhe për ndihmën që do t'i jepte, ju premtua 20 deri në 30.000 lek. Gjatë hetimit Feridon Fezollari nuk ka pasur asnjë ndihmë apo shpresë, të gjithë i kishte kundër. Vetëm një ekspert kriminalist nuk e tepron kur shkruan në një akt zyrtar se pushka, objekt ekspertimi, e gjetur gjatë kontrollit të banesës së qytetarit Feridon Fezollari, është teknikisht jo e rregullt dhe në gjendjen që paraqitet për ekzaminim, e papërshtatshme për të bërë qitje. Sipas dokumenteve të dosjes hetimore, në pranverën e vitit 1962, Feridon Fezollari ka bërë një përpjekje të fundit për t'i shpëtuar dënimit. Ai ka mundur të bindë hetuesit se është i sëmur epileptik. Kështu, në 2 prill të njëjtit vit, hetuesi Adem Demiri pezullon hetimet dhe vendos dërgimin e Feridonit për ekspertizë neuropsikiatrike në mjek kompetent. Në pikën 4, hetuesi u kërkon mjekëve. Në rast se ekspertiza arrin në konkluzionin se i pandehuri vuan nga sëmundja e epilepsisë, të përcaktojë nëse është i papërgjegjshëm për krimin e kryer apo jo. Por gati 2 muaj më pas, më 28 maj, konkluzioni i mjekëve të Spitalit Civil të Tiranës nuk e ndihmon Feridon Fezollarin. Në akt është shkruar se gjendja e tij psiqike sot është normale, se nuk ka çrregullime të sistemit nervor dhe se është i përgjegjshëm për veprimet e kryera. Përfundimisht, Feridon Fezollari dënohet me 12 vjet për krimin e tradhtisë së dheut, të materializuar në veprime purgatitore për t'u arratisur jashtë shtetit, edhe 2 vjet për armbajtje pa leje.
Pra, gjithsej me bashkimin e dënimeve duhej të vuante 13 vjet heqje lirie. Feridon Fezollari do të kthehej sërish pranë familjes dhe fëmijëve vetëm pas 10 vjetësh. Por jeta vazhdon. Rregullat e jetës njerëzore e kanë bërë zakon që ta hedhin pas shpine apo ta kalojnë në plan të dytë të shkuarën.